propozimet e Bashkimit Evropian për të forcuar sigurinë kibernetike duke hequr gradualisht pajisjet nga furnizuesit kinez mund të kushtojnë më shumë se $400 miliardë gjatë 5 viteve të ardhshme, sipas një studimi të KPMG në emër të dhomës së tregtisë së Kinës në Bashkimin Evropian. Siç raportohet nga agjencia e lajmeve Reuters, sipas rregullave të reja të sigurisë kibernetike, Bashkimi Evropian planifikon të heqë gradualisht komponentët dhe pajisjet nga furnizuesit me rrezik të lartë në sektorët kritik, duke marrë kritika nga giganti kinez i telekomunikacionit Huawei, i cili është ndër kompanitë e prekura. Studimi i KPMG thotë se zëvendësimi i detyruar i pajisjeve kineze në 18 sektor kritik do t'i kushtoj Bashkimit Evropian €367.8 miliardë midis viteve 2026 dhe 2030. Sipas studimit, Bashkimi Evropian do të duhet të zëvendësojë pajisjet, të zhvlerësojë asetet e saj dhe të përballet me efikasitet më të ulët dhe një vonesë në digitalizim. Dy nga sektorët që do të goditen më rënd janë energjia dhe telekomunikacioni, shtyllat e tranzicionit digital dhe të gjelbër të promovuar nga Bashkimi Evropian. 6 vende të Bashkimit Evropian do të përballen me humbje prej më shumë se 10 miliardë eurosh: Gjermania, Franca, Italia, Spanja, Polonia dhe Holanda. Për Gjermaninë, fatura do të arrijë në €170.8 miliardë. Qeveritë e Bashkimit Evropian dhe Parlamenti Evropian janë në fazat e hershme të procesit të gjatë legjislativ për të miratuar rregullat e reja, një proces që ka të ngjarë të çojë në ndryshime.